Të nderuar televizionistë e emisionit Gjurmë, në emisionin e sotëm do të bëjmë fjalë për një personazh I cili prej 21 vitesh ka ushtruar sportin e kickboxing. Gjithashtu, ai prej 13 vitesh është trajneri I këtij sporti. Pas shumë vitesh të kontributit të tij si sportist dhe si trajneri I këtij sporti në Greqi, ai rikthehet në vendlindjen e tij në Tiranë për të çelur Akademinë Eagle Fight. Le të ndjekim për më shumë intervistën ekskluzive që dha për emisionin ton Elvis Hajdari. Elvis Hajdari, faleminderit që pranove ftesën e emisionit Gjurmë dhe mirë se u gjetëm këtu në ambientet e Akademisë së Kickboxit Eagle Fight. Faleminderit dhe ju Lorenz që erdhët. Faleminderit dhe ju për mikpritjen. Elvis, në pyetjen e parë do të kujtojmë vitet kur familja juaj vendos të emigrojë, të largohet nga Shqipëria për në Greqi. Cili ishte ai vit? Cilat ishin shkaqet që e shtyu familjen tuaj të emigrojë dhe si e gjeti veten familja juaj, si u zhronua në jetën e shtetit grek? Atëherë, në vitin 1997, familja vendos për shkak të situatave që ishin në Shqipëri, të rëmujeve, siç e dinë të gjithë, për një të ardhur më të mirë, për fëmijët, vendosi që të ikin në Greqi, në Athinë të Greqisë. Po, sa vjeç ishit ju atëherë dhe si e përjetuat largimin, me që ishit në klasën e dytë të ciklit fillor, apo? Po, unë isha 7 vjeç e gjys, kur ne u larguam nga Shqipëria. Nuk ishte fare lehtë, është e drejta, sepse një fëmijë ka krijuar sapo ka krijuar lidhjet e para shoqërisë, që është rritur me to, shkon në një vend që nuk e njeh, nuk dëgjuan, dhe në një vend që ishte tepër e vështirë, duke ardhur nga një vend që ishte vend lufte, dhe si çdo emigrant, fillimi I Greqisë është gjithmonë I vështirë. Është shumë I vështirë. Por kur u stabilizua përfundimisht familja juaj, pasi kaloi disa peripeci, jo letrat, nuk I mungonin, jo gjuhën nuk e dinit, kur u stabilizuat me letra, me punë dhe me banesë? Atëherë ne na u dash minimumi 3 vjet gati që të kaloni këto peripeci. Po, ishte atje ishte vështirë, ishte për letra ishte shumë e vështirë, për letrat e qëndrimit, ne nuk na pranonin shkollë sepse nuk ishim të regjistruar. Humbëm minimum një vit, vitin e parë atje nga që nuk dishim as gjuhën, u detyruam që të rishim në shtëpi, prindërit kishin vështirë akoma dhe për dalë për punë sepse I ka qenë për kohë atëre që përdoret kjo fshesa ashtu quajtur që dilin në rrugë, pyesin a ke letra të merreshin të ktheshin për Shqipëri, shumë sakrifica dhe shumë vështirësi, por ndar Zoti dhe mundime të tepërta si qoftë nga prindit qoftë dhe si fëmijë. Po, ju e kishit startuar, më thatë, në klasën e parë të dytë fillore, një sport të këtij karakteri në Shqipëri. Por kur e vazhduat në Greqi? Kur rifutët në sportin e kickboxit? Atëherë, në moshën 5 vjeç, unë filloj karaten me Enver Çakiçin, që është mjeshtri karates, ashtu quhet. Por në Tiranë keni fjalë. Në Tiranë, më kujtohet dhe sot ka qenë shkollat e Rruga e Kavajës, mos gaboj, te Kisha Katolike, ka qenë një shkollë karateje, ku e aktivizova këtë sport 2 vjet. Karate nga mosha 5, gjenë moshë 7 vjeç e gjys që ishte dhe momenti që u largua. Për në Greqi. Për në Greqi. Normal që atje për 3 vitet e para, si thashë më parë, ishte shumë e vështirë që pa ambientoshim, gjeshim se ku që shtek. Fillum shkollën, mu deshe minimumi, dhe më thëmë një 5 vjeçare që unë kisha shputje nga kjo sport, sepse ishe gjua që ndikonte, ishe shumë gjëra, dhe në moshën të 14 vjeç, atje filloj Kung Fu me Spiro Panayotu, që është një nga mësuesit më të mirë që aktivizon dhe kickboxing, mësuesi im. Pra, u futët fillimisht në Kung Fu? U futa në Kung Fu, po, dhe mbas 2 vjetësh në Kung Fu, fillova kickboxing K1. Me të njëjtin profesor? Me të njëjtin profesor, dhe arritëm aty ku tani do sqarojmë. Po, bëhet fjalë për në qytetin e Athinës keni qenë, apo? Atë në qytetin e Athinës, unë I përkisja shkollës Athens Fight Club, një nga shkolla më të dëgjuar në Greqi,
po dhe në Evropë po ashtu, sepse medaljet dhe kupat janë pafund. Renzo ngu shputa nga Shqipëria, duke hik nga një sport që quhet karate, kur shkova në Athinë, kickboxi ishte në përmasa shumë të mëdhaja. Ishte shumë i përhapur. Shumë i përhapur, çdo lagje kishte, normal që të janë lagjet e mëdhaja, se Athina ka gati 6 milion, po çdo lagje kishte minimumi 5 shkolla kickboxi. Dhe nuk u desh asnjë as dy me ta mendoja, u futa direkt te sporti kickboxit, më të hoqë jashtë mose. Pra në moshën 14 vjeçare ishit kur rifutet përsëri? Isha në moshën 11 vjeçare. 11 vjeçare. 11 vjeçare, se 3 vjetë, si thashë, na u desh në Greqi që të ambientoshim pak, të bëshim letë qëndrimit të para, të registroshim në shkollë, mësoshim pak gjuhën. Dhe direkt një fëmijë që të hiqte ky sport, kudo që shifte, sa shifte Doreza boksi, të i përkiste arteve marciale. Ta futet në moshën 11 vjeçare në kickbox. Në kickbox. Dhe cili ishte profesori juaj i parë në Greqi, në Athinë? Ishte Spiro Panayotou. Spiro Panayotou ish kampion bote, dhe në point fine, dhe në kickboxing, shkolla jonë një akademi, që ndodhet edhe sot aktive po, që unë marrë pjesë dhe shkollë, është dhe... Pra është një shkollë profesionale, apo jo? Për herë të parë ju futet në Athinë një shkollë profesionale. Shkollë profesionale, me shumë merita që ka arritur ajo shkollë me një histori shumë të gjatë. Po, Elvis, po kur filluat t'i merrni medaljet e para në sportin e kickboxit, ju si sportist? Atëherë medaljet e para kemi filluar, kam qenë nga mosha 18-19 vjeç, ku aty fillum dhe duke bërë ndeshje më shumë, duke marrë pjesë në organizata më të mëdhaja, si dhe pasaj ku lozëm morëm pjesë në organizata më mëdhaja, si që është WACO, si që është WTKA, të rangut europian, botror? Të rangut botror. Botror. Europian po, të rangut botror. Pra ti përfaqësoje këtë klub ku stërviteshe, apo? Pikërisht. Apo Greqinë si shtë? Pikërisht, unë kam përfaqësu këtë grup, por kam përfaqësu dhe Greqinë 2014-ën, normal në një moshë më tjetër, por një për shembull që më kam mbetur pak më e theksuar nga shumë të tjera, është ku ka dash në të njëjtën mbrëmje të bëja 2 ndeshje, që të merja vendin e parë, e ajo është një nga medaljet domethënë më të që më kanë ngelur pak si... Dhe ku zhvillua kjo ndeshje, në çfarë shteti? Kjo është zhvilluar në Athinë, po, në një stadium shumë të madh. Elvis, me që ju keni ushtruar sportin e kickboxit në Greqi dhe pikërisht në kryeqytetin e Greqisë Athinë, cili është mendimi juaj, si është në nivelin europian dhe botror kickboxi në Greqi? Pra si përfaqësohet Greqia në arenën ndërkombëtare? Çfarë vendesh zë ky shtet? Atëherë Greqia ka një pozicion shumë të lartë, sidomos në fushën e kickboxit. Sepse këto ndahen, boksi është tjetër, kickboxi është tjetër, MMA-ja është tjetër, karateja po e gjithë artet marciale. Por konkretisht në kickboxing Greqia mban një vend shumë të lartë. Mund ta paktën për eksperiencë dhe për diturinë time, është në vendet e 5 të botës. Në 5 vendet më të mira të botës. Kickbox, duke përfshirë sepse Tajlandi normal që e dim që ka lindur Muay Thai nga Tajlandi, është kickboxi është pjesë, është Muay Thai, është e njëjti sport. Është kjo familje, po. Është kjo, kësaj familje, thjesht në kickboxing janë heq disa goditje që përfshihet pjesa e brylit dhe kjo më shumë u hoq sepse ne të kickboxit, të K1 kickboxit po negociojmë me lojrat me organizatat olimpike sepse do të marrin pjesë në lojrat olimpike botërore, se gjë tani nuk përfshihet kickbox K1 dhe pikërisht për kësaj janë heq disa detaje që janë shumë më dëmtuese, që është bryli. Mas shumë vite punë në këtë lloj sporti, ku nuk ishte fare e lehtë sepse në një kohë ishte ndodhen ca probleme familjare që më dash të filloj punë në shumë i vogël dhe në një kohë kisha dhe shkollën, kisha dhe punën. Mi po ëndra për sportin nuk më lende që të thoja jo, nuk e vazhdoj të më. Dhe ashtu me shumë sakrificë, më mundohet të bëhet të treja dhe punën dhe shkollën edhe sportin.
Dhe shëqyr zotit, me shumë mundime e arritëm këtë gjë. Dhe mas shumë vite servitje, Si sportist, duke luajtur në shumë evente të mëdhaja, shumë medalje, kup. Në moshën 26 vjeç e gjys, kam qenë 27 vjeç diku aty, nga sforcimi i tepërt më ndodhi një problem të gjuri, ku u donte një ndërhyrje operacioni, dhe nëse doja të vazhdoja ndeshjet, do më thënë nivelin e lartë kickboxing. Duhet patjetër një ndërhyrje kirurgjikale që të vazhdoje si sportist. Po. Aty ndalova ndeshjet. Në moment që ndalova ndeshjet, nuk mund të imagjinoja do që të rria larg të sportit dhe mora vendimin edhe me mbështetjen e ish profesorit tim, që shifti diçka të unë, edhe ma thonte jo në moshën 26 vjeç, por që në moshën 21 vjeç që Elvis, përveç atë që ke dhe diçka tjetër që shofte ty, që është pjesa e instruktorit. Normal, si një fëmijë, se për në moshën 21 vjeç, prapi e ri dhe nuk e mendon kaq gjatë se si nuk e kisha menduar që t'jemi sinqert që do shkoj te pjesa e instruktorit, por duke ndalur nga kjo gjë vetë si sportist, nuk mund të rrihet dot pak të lloj sporti, edhe aty mora vendimin që të futem në fushën e instruktor. Kjo ishte komplet një shkollë nga e para, është tjetër sportist, është tjetër pjesa e instruktorit, kur ti do mësohesh për shumë gjëra, do mësohesh për si t'ja imponosh një sportisti atë që ti di vetë, si në dëm e po, nëse do një dëm, nëse një nokaut. Duhet t'jesh dhe pedagog, dhe psikolog, shumë gjëra. Po fshien gjitha. Elvis, atëre, cilat janë disa nga fazat që juve ju desh të kaloni për të trajnuar dhe për të marrë të gjithë licencimet që jep shteti grek për instruktorët e kickboxit? Atëre që unë të shkoja në pjesën e instruktorisë, që të bëja trajnerin e kickboxing, përveç pjesëmarrjes time në ndeshjet për kaq vitesh që bëshin rolin e vetë lushim në pjesën e asaj, u deshje të regjistroj edhe te organizata që është POK, organizata o Federata e Greqisë e kickboxit edhe arteve marciale të tjera, që është me Ministrinë e Sportit të Athinës. Që të hyet e pjesa e instruktorisë, do të kishe pa tjetër gjithë nivellet e rripit të kickboxing. Si matë ligjeve të shtetit grek? Pa tjetër, gjeri të mëj madhi që është 2 dan. Në base atij të rripit, ti mund të fusje në pjesën e instruktorisë, që përket dhe Ministrisë Sportit të Athinës dhe POK, që është organizata me madhe federatet e kickboxit, po jo vetëm kickboxit, dhe gjithë arteve marciale të Greqisë, që është ashtu quajtur POK. Dhe ju i plotësuat të gjitha këto kushte, apo? Pa tjetër, mu desh dhe pasaj 3 vjet që të isha dhe ndihmës, po i të njëjtës akademi që unë formova si sportist, 3 vjet isha në krahët të mësuesit tim, ku jepja mësim, trajnoja, dhe i gjerë se pasaj specializime kam pa fund, kam nga WTKA, që është organizat botrore, nga Firenze Italis, nga Livorno, janë pa fund. Elvis, ju na folët pak më parë për disa çmime, medalje që keni marrë si sportist i kickboxit. Po. Por, a patët të njëjta suksese edhe kur ishit trajner, pra instruktor, në atë akademi ku ju formuat si sportist? Një pyetje shumë e bukur kjo, Lorenz. Atëherë unë që t'jemi sinqert, edhe vetë nuk e kisha imagjinuar që në pjesën e instruktorit do kisha kaq sukses si mas atyre që ndodhen më mbrapa, ku kishim një shkollë me 150 veta e sipër, që trajnoshim dhe duke nxjerrë prapë dhe atje shumë kampiona, duke fituar në shumë evente, të në Greqi dhe jashtë Greqisë.
Atëherë Elvis, mbas këtij kontributi të madh që keni dhënë në Greqi, si sportist i kickboxit, por edhe si trajnues, pra si trajner, edhe si instruktor i këtij sporti, në të njëjtën akademi ku ju u formuat si sportist, vjen një ditë ju mendoni, pse jo, të rikthehem në vendlindje në Tiranë dhe të hap një akademi, dhe ju të ëndër e bët realitet. Hapët akademin Eagle Fight të kickboxit, pranë zonës së 21 dhjetorit. Çfarë synimesh keni me hapjen e kësaj akademie për të ngritur në nivele më të larta sportin shqiptar të kickboxit? Atëherë, Lorenz, si lindi ideja që unë të kthehem në Shqipëri dhe të aktivizoj këtë sport kickboxing. Ishte emocion kur fëmijë shqiptar, lindur në Greqi, vishin për trajnim të unë dhe kur unë kthej dhe i flisja shqip, Kishe një emocion të dy palët. Ato në ndjeshin, profesor pse je shqiptar, profesor pse ndi shqip, dhe përveç kësajt që unë aty ndjeva shumë, dhe më thëmë, ndjeva malë, akoma më tepër, sepse ne emigrantët që kemi larguar shumë vite nga Shqipëria, ne në mungon shumë Shqipëria, e kemi shohim shumë e malë. Dhe ishte një nga gjërat që mu më preku, kjo gjë, dhe përveç kësajt në Shqipëri, në Greqi, në Greqi po nxjerrim shumë talente që janë shqiptarë. Mund të nisem me emra pa fund, po edhe do harroj shumë emra se janë shumë. Se që kemi tani në kohën të vona që kemi Florian Markun, dhe kjo ishe një nga idetë që më lindi duke menduar se për mua dhe Greqia është si vendi im, se aty u rrita, aty u formova, por ishte një diçka e veçantë për shembull që të ktheje në vendin ku ke lind, në vendin ku ke origjinën, që të bëjë të njëjtën gjë, dhe pse jo ku po nxjerr të shqiptarë në Greqi, talente, pse mos ta nxjerrësh vetë po aty nga burimi që themi që është vetë në Shqipëri. Ishte një risk, po nëse mund ta themi kështu, sepse është një vend që unë me vërtet jam nga Shqipëria, jam nga Tirana, edhe më origjinë si nga nëna si nga baba, por duke ikë vetë që në moshën 7 vjeç, tu ndjem turist. Nga fusha e të njohurit, dhe ishte një risk për mua sepse nuk e dija se sa ky sport të kickboxit në Shqipëri nuk ka, edhe nuk është dëgjuar shumë në fushën e kickboxit, në fusha tjera të boksit, të karates, të popo kanë avancuar shumë, por në pjesën të pasë e kickboxit K1, që unë ushtroj, nuk është se ndodhen shumë, por tani me bashkëpunim kohët e fundit që kemi hapur të që kanë fillu të njifem, diçka duket që po formohet, dhe inshallah pse jo ta ngrim sa më lart këtë lloj sporti që quhet kickboxing. Dhe pikërisht këto muaj të parë të çeljes akademisë tuaj, Elvis, si keni parë interesimin e të gjitha grup moshave për t'u drejtuar akademisë tuaj, për të marrë stërvitjet e para dhe për të bërë sportist profesionist në të ardhmen? Keni parë interesin? Atëherë, siç po thoya edhe shpaj që ky është një risk për mua, se nuk e dija se si do ishte eceria e këtij lloji sporti në Shqipëri, se siç e thash, Greqia ka minimumi këtu para 30 vjet që kam shkuar, ishte prap jashtëmase kickboxing, sepse kanë nxjerrë talenta shumë emër, që mos zgjatemi shumë, minimumi mund të përmendim Mihalin Zabidin, që e njoh dhe personalisht, se kemi pas shkolla përballë, atë Fight Club me shkollën atit, kemi pas përballë, është 18 herë kampion bote, me 87 knockout, biles tani në korrik kishte ndeshje me Floyd Mayweather, me kampion e botës në boks, por disa shkaqe nga pjesa nga ana e Floyd Mayweather, kontrata nuk u zhvilluar dhe pritet, shpresojmë të gjithë që zhvillohet, dhe një ndeshje fantastike. Siç po thoya, kickboxing në Greqi është shumë lart. Dhe atë që unë pash në Shqipëri, kemi diku 4 muaj e gjysmë që kemi hapur, kemi filluar me Akademinë Eagle Fight,
Çdo gjë kam kryer vetë nga e para, si logon, si idetë e mia. Ne ndodhemi pikërisht në ambientin akademisë. Ndodhemi ku bëhen stërvitje grup moshë ndryshme, po? Po. Ku bëhen gjithë moshat, është një lloj sporti që nuk ka mosh, fillon nga mosha 5 vjeç e lartë, normal që ndahet me kategori 5 gjen 7, 7 gjen 13 dhe nga mosha 13 e sipër pastaj nuk ka mosh, mund të bëjnë pafund. Por në të ardhmen e afërt, a synoni që këto ekipe që do përgatisni ju si trajneri kickboxit të marrin pjesë në evente kombëtare, ballkanike, europiane? Keni këtë synim? Atëherë, ky është një nga synimet më të para që ju sapo thatë, eventet do jenë pafund, pjesëmarrjet në organizatat botërore do jenë pafund, duke filluar në Uako që unë i përkas, kam marrë vetë pjesë në ndeshjet e Uakos dhe medalje dhe shumë të tjera. Në Uako po, në WTK po, në Shqipëri në çdo lloj organizate ne do marrim pjesë. Ne përveç eventeve që do marrim pjesë në gjithë botën dhe kudo që ne kemi mundësi që të garojmë, japim dhe diplomat që diplomat tona njihen gjithë botën, janë ndërkombëtare, janë botërore, që do duan qoftë edhe nëse ti do të vazhdosh pjesën e këtij lloji sporti dhe në anën profesionale dhe në anën e instruktorit, që nëse do të bësh instruktor nesër pas nesër, vazhdosh këtë lloj shkolle. Po lidhe me shoqatën, që mund ta thoni? Me shoqatën, tani sa kemi krijuar një shoqata Eagle Fight Academy, që shumë shpejt do nxjerrim te logon. E keni krijuar ju pra, ha? Po. Unë presim tani vendimin e gjykatës, është thjesht procedurë burokratike, letrash, dhe synimet janë për shumë lartë që mund ta ngrejmë këtë lloj sporti në Shqipëri, sepse kjo Lorenz, ky lloj sporti është një diçka që po nuk pati dashuri, nuk e bën dot. Është një sport që ka kosto. Nga ana monetare, sepse ti të duhet shumë të investosh shumë në këtë fushë, sepse ashtu ke shumë sportistë që nuk e kanë dot mundësi nga ana financiare që të ndjekin ndeshjet në Evropë, të ndjekin ndeshjet në për evente, të trajnohen, kështu ku ty të duhet që të marrësh pjesë vetë, të investosh vetë për një sportist që të paktën të ai shef që ka një të ardhur në këtë fushë. Flasim gjithmonë në anën profesionale të kickboxit. Se pasaj pjesa e fitness kickboxit është e mundur për të gjithë, nuk ka detyrime, nuk ka dëmtime, nuk ka lëndime, nuk ka asgjë fare, thjesht ti ushtron mësimin e kickboxit dhe të jep një aftësi shumë për sa i përket imunitetit trupit, shëndetit trupit, psikologjisë mbi të gjitha, psikologjisë që ka shumë bëj, sepse Lorenz po shohim që sidomos vitet e fundit, për fat keq, rinia po dhe fëmijët i ka tërheq shumë telefoni, teknologjia, përgjithësi domethënë nuk po bëjnë jetë të shëndetshme, sportive. Dhe do e sugjeroja kujdo që ka mundësinë të bëj përpjekje që nëse nuk do kickboxing, të bëj boks, nëse nuk do boks, të bëj karate. Por të merret me sport. Të merret me sport, çdo lloj sporti tjetër ai. Po, pikërisht ky është një mesazh shumë i mirë, por jo vetëm për rinin, por edhe për të gjitha moshat në Shqipëri. Elvis, të lutem në vazhdim, do të vazhdojmë të bëjmë dhe intervistë pak më specifike, më emocionale tek ringu që ndodhet pas nesh. Elvis, jemi vendosur në një kënd tjetër të Akademisë Eagle Fight dhe pikërisht përpara nesh ndodhet ringu ku ndeshen sportistët. Por përpara se të kalojmë tek emocionet që të sjell ky ring, ty si sportist, por edhe si instruktor i këtij sporti, a mund na thoni cila evente do merrni pjesë gjatë vitit në vazhdim? Ju si administrator dhe si trajner i Akademisë Eagle Fight të kickboxit. Lorenz, janë pafund. Po
Mund përmendim ato që janë tani më të afërt, duke përfshirë dhe eventet ballkanike, siç kemi tani Maqedoninë përpara, për një javë do udhtojmë për Maqedoni. Kemi pastaj Greqinë, kemi pafund, çdo event që bëhet atje, unë nga Qipërkas dhe Akademisë kickboksit në Greqi, thirrjet janë pafund që të marr pjesë, që të çojë sportistë nga Shqipëria të ndeshim atje. Në tetor në tetor do marrim pjesë te një organizatat më të forta që është me ritëm botror, ku do marrim pjesë 75 shtete, Unifit Open World Championship, Që zhvillohet në Toskanët e Italisë, ku do marrin pjesë 75 shtete në të gjithë botën, mbi 2500 sportista, me mbi 40.000 shikues. Vetëm në stadium? Vetëm në stadium, mbi 40.000 veta pranuese që mban stadiumi. Mbas asaj jemi në WACO Europe Kickboxing, po ashtu një nga eventet më të mëdha botërore që i përket WACO-s, organizatës WACO, nxënës që tani kemi fillu duke dalluar që të regjistrojmë të marrim pjesë në to evente. Eventet e Lorenz janë pafund, rëndësi ka të jetë dëshira, të kenë qëllim, të kenë forcë, të punojnë fort. Është një sport që pa u djersitur, si që është dhe në praktikë që ne kemi këtu, pa u djersitur, nuk arritet të kollaj. Dhe në fund të fundit këto evenimente sportive që do të merrni pjesë ju, qoftë ballkanike, europiane apo botrore, do të jeni krenari për sportistët, pasi ato nuk përfaqësojnë vetëm Akademinë e Kickboxit Eagle Fight që ju drejtoni me shumë merit, por përfaqësojnë dhe atë Shqipërinë, apo? Pikërisht, kjo është një emocione më të mëdha që më jep kur gjeri sot jepja mësim në një akademi kickboxi të Athinës dhe tani po ja për vendin tim, dhe në çdo event me fitore për qoftë me humbje, se ky sport i ka të gjitha përfshirjen, sepse nuk je vetëm në ring, ke edhe kundërshtarin. Një humbje në kickboxing nuk është humbje, është thjesht një sprov që ti të vazhdosh akoma më fort. Dhe një kënaqësia më e madhe është që përveç Eagle Fight, emocioni më i madh është që ne ngrijmë flamurën shqiptare në çdo cet botës që ne do udhtojmë dhe do marrim pjesë në evente shumë të forta botërore. Elvis, dhe në fund të kësaj interviste që jemi së bashku për emisionin Gjurmët, ndodhemi në këtë ring, në një kënd tjetër të akademisë tuaj është ky ring. Ç'e emocione ju sjell ku ju keni luajtur 10 ndeshje në Greqi, por edhe si trajner tashmë i akademisë tuaj të kickboxit Eagle Fight. Emocionet që sjell ringu. Atë emocionet për një instruktor që ka marrë vetë pjesë në të lloj sporti janë shumë të mëdha. Nëse sportistët e mi që unë stërvis vriten pak, më dhem shumë. Që do thotë kjo? Do thotë kjo që kur ti vetë ke përjetuar dhe emocionet e ringut, dhe dhimbjet, grushtat, shkelmat dhe të gjitha në radhë, kupton shumë mirë dhe di shumë mirë se si ndjehet sportisti në ato lloj momente. Por çdo gjë është e kontrolluar. Që do thotë imuniteti i një sportisti që mos të ketë dëme krijohet avash avash. Është një sport që nuk mund ta bësh të fillosh sot dhe nesër të kalosh te fusha e egër e kickboxit që janë ndeshje profesionale, sepse është një sport shumë i vështirë dhe i rëndë. Nëse ky sport bëhet sipas rregullave që vetë ky sport ka krijuar, duke filluar nga kategoritë e lehta dhe ashtu avash avash duke hyrë sa më lart, ti arrin në një pikë që ndeshesh dhe dëmët janë shumë të vogla, por të pandjeshme dhe nuk janë ndjerë, të pallogaritshme. Ishte nder dhe privilegj për mua që dhe këtë intervistë ekskluzive për emisionin Gjurmët, dhe ngelemi surprizuar me pasionin, dashurinë që ju keni për sportin e kickboxit,
tashmë me akademinë tuaj, që mbartë edhe shqiponjën, simbolin e flamurit tonë, por edhe me pasionin që do shoqëroj edhe në të ardhmen, unë shpresoj që do jeni në lartësitë e sportit të kickboxit, por kësaj radhe të përfaqësoni Shqipërinë, të nxirrni emra sa më të famshëm të këtij sporti nga Republika e Shqipërisë. Faleminderit shumë. Edhe unë të falenderoj Lorenz, atë që unë mund t'ju them pak tani, mendimin e Zotit madh që është lart, ne sa kemi filluar dhe ëndra jon, qëllimet tona, me punim, me djers, me forcë, është që të arrisim majat në të gjithë botën në fushën e kickboxit. Ne shpresojmë të arrisim. Faleminderit shumë. Faleminderit ju Lorenz. Të nderuar televizionistë të emisionit Gjurmë, tu i ka ardhur fundi emisionit tonë për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në një intervistë ekskluzive me Elvis Hajdari dhe folëm për kontributin e tij shumë vjeçar në sportin e kickboxit. Nga Akademia e Kickboxing në Tiranë, e quajtur Eagle Fight, unë në Lorenz Sheu ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.